Fare mirë mund të rria me prindrit e mi, mund të kaloja këto pushime verore me ta, por nuk mundem. Pavarësisht se unë nuk rrezikoj asgjë. Unë të gjithë jetën time kam ndërtuar atje, nëse duan të më fotografojnë, më fotografoni, nuk rrezikoj vendin e punës, nuk rrezikoj asgjë, por jam këtu sepse jam e bia e një minatori. Ndjes ndoshta shprekur tema e minatorëve, por unë ndjej shumë fish për detyrë të flas për minatorë, sepse Inat ka punuar 27 vite në tokë. Dhe sot paguan kusuret e shëndetit ti, si pasojë e asaj pune. Valigia ime ishte e mbushur gjysmë për gjysmë me medikamente që unë i sjell nga Italia, për arsye që ju i dini më mirë se sa unë. Babi im pasi mbylli turin e tretë në minierën e Valiasit, sikurse i ka gjëzdis gjithë minjera që rrethojnë Tiranën, shkoi dhe hodhi litarin për të tërhequr zbat bustin e Hoxhës. Është 72 vjet sot me të gjitha kusuret e shëndetit që po kalon dhe ai prap del në protestë. Sa shpesh herë i them bab, lutem, ti e ke dhënë kontributin tat. Ti e tërhoqe zbat bustin e Enverit, por babin prap del. Dhe besoni që nuk e ka dhe fort vet. Nëse baba im e bëni këtë punë në ato muaj kaq dëshizi për ardhjen e demokracisë në Shqipëri, sot më takon mua. Unë dhe pse jetoj jashtë, sapo jam në Shqipëri, për çfarë do lloj proteste, për çfarë do lloj kauze civile që është dashur, unë kam qenë në shesh. Dhe nuk e diskutoja që sapo të vija komë në Rinas do vija me vrap këtu. Ndaj u bëthirja të mos tuteni, të mos friksoheni, sepse s'po bëjmë asgjë. Kemi të drejtën tonë të shenjtë të kërkojmë një Shqipëri më të mirë. Vërtet kam 20 vite jashtë. Kam një shtetësi italiane që më ka krijuar gjithë lehtësimet e mundshme për jetesën time atje. Por ka një shprehje që mban titullin e librit Një nga arbëreshët e Italisë, Antonio Gramsci. Titulli i librit dhe ju sugjeroj ta lexoni është Odio gli indifferenti, sepse indiferenca është fatkeqësia më e madhe e çdo kombi. Asnjëherë nuk indiferent. Ju lutem, të jeni çdo natë më shumë. Sa të jemi në Shqipëri, do mundohem të jem çdo natë këtu, duke patur parasysh se duhet të rri dhe me prindrit e mi, pavarësisht se mamin sot e kam këtu me vete. Ju përshafoj të gjithë, dhe ata që kanë qenë ditët e mëparshme dhe ju sot ku jeni këtu, dhe jeni frymëzimi më i madh. Është vërtet një zemër që guflon, është një zemër më e madhe se vetë malet kur ju shikoja nëpërmjet rrjeteve sociale. Ju përshafoj.